Unë pasaj unë jam ai që ju gjithë I thoni gjithë dhe shijojeni dhe këto s'pa I shijojnë. Unë jam ai që pa shijoj pra. Shijusi. Jo, shijusi. Zbunut. Zbunut. Ta dhe unë I lafë se ndryshe Karomiri unë njoh prej 25 vjetësh, jo prej 30 vjetësh. Po disha, kam ngrit dorën dyshe. Hajde, se qeka nota ime sot dhe Kush po merr leje, më se s'po Unë po kuptoj. marr leje, Ermani. Po ishe mos e marrë leje për atje. E kisha marrë lejen. A ke marrë ti parë? Po, jam me leje lindje. Bravo. Po ta respektoj. Atëherë, 25 vjet ka unë që e njoh Visin, është eksakt, ka qenë si atëherë, është edhe sot, besoj kështu do vtesi. Nuk thot emra. Me këto parime, me këtë lloj korrektese dhe e vlerësoj. Të vlerësoj Viso, megjithatë në këtë drejtimin e lojës, sepse këtu jemi për të luajtur edhe për të menaxhuar strategjinë se si të vazhdosh të vazhdosh jetesën aty brenda. Disa e shikojnë që ky zotni do me net politikisht korrekt me të gjithë, edhe s'do me prish qef, ndërsa unë dua ta sfidoj këtë mendim dhe mendoj që ti po tregoj shumë I zgjuar dhe po shikoj që ke intuita jote ka nuhatur që këtej po nga balanca e kësaj partisë së re që po krijohet, që u trazoi gjitha ujërat. Paska, po shteti, po kjo kampi tjetër, por rëndon ndoshta më shumë se kampi vjetër dhe ky bashkimi I këtyre njerëzve të rinj ndoshta do të të bëjë ty më shumë punë dhe ti afruar këtej. Kjo është ajo që mendoj. Është ajo që mendon ti, domethënë është e vlerësoj mendimin tat, po ajo që unë vërtet po bëj është që në jetë kam net me lloj-lloj matrikle, që do të thotë në njerëz të ndryshëm, profesione të ndryshme, shtresat të ndryshme dhe gjithçka. Se unë I du njerëzit dhe I marr më të mirën dhe leksioni im këtë jetë është që nga çdo kush mund të marrësh më të mirën se çdo kush ka të mirë mrena vetes. Unë atë mundohem me marr. Pse u largove nga fermerët e vjetër? Pse u largove nga grupi I vjetër? U lodha pak nga lojrat me shishe dhe sa herë shkojsha që thoshin tu pyet ç'a mendoni për këtë, ç'a mendoni për atë. O vlla, unë menimin e Visit e shef në veprimet e Visit. Llafet janë gjë tjetër, veprimi është gjë tjetër. Pavarësisht llafeve, njeriu shifet me veprime dhe ti e shef ç'a menimi un kam për ty, me sjelljen që un kam për ty, me pozicionimin që un kam tek ty. Ishe shumë Tash dhe shpjegoj na betare. Vetëm pak, nuk dua të bëj avokatin e Visit, absolutisht, por doja të thoja në raport në vazhdim të asaj që nisi Armina, më preku pak, ne presim më shumë nga ty, unë e lexoj si intimidim, këtë fjali, pse? Sepse unë shoh tek Visi një model të cilin jam e lumtur që më në fund e shoh, pra jo vetëm nga ekrani, por edhe nga këtu brenda. Dhe nuk kuptoj se si ne mund të bëjmë presion për ta prishur këtë model dhe për ta nxjerrë në një uniformizim, t'i bëjmë të gjithë njësoj se ne presim. Ne mund të presim shumë nga kushdo, por e mira është ne të pranojmë ato që shohim, edhe ta pranojmë për ato që është dhe ta vlerësojmë ose jo për ato që është. Këto lloj teknikash intimidimi, që pres diçka tjetër, më shumë, mua nuk më pëlqejnë, sidomos për një burr. Ta mbaroj pak të lutem Armina se kjo është qëndrimi im. Dhe nuk është se dua të ballafaqojmë apo të bëj debat me ty, dua thjesht shpreh opinionin tim. Nuk pres, domethënë, nga një burr 50 vjeç që ti afërsisht Vison, falë se të rita I një vit, nuk pres ti them, ne presim më shumë nga ty, më duket pak fëminore edhe pak pa vënd. Unë jam e lumtur që shoh një model burri më në fund të tillë, që nuk është llafazan, që nuk rrit cepave, që nuk merr në përgoj, që punon, edhe që bën gjithë ato që bën që I shohim. Dhe nuk e kuptoj dot se si mund t'i bëjmë presion psikologjik që bëu ti një njeri tjetër nga ai që jashtë na kënaqësh. Hello! Kostana, e dëgjuam. Tani dëgjoj dhe ti opinionistët. Orbana, duhet t'i shpjegojmë Kostanës që duhet dhe të dëgjoj ndonjëherë kur edhe ne flasim. Po ta mbaroj pastaj. Po ti e dëgjoj. Po ti e dëgjoj. Po ti do të çosh deri në fund. Pastaj të dëgjoj. Kur të japin fjalën dhe të thon fol Kostana, ti ki durimin të dëgjosh. Po jo vazhdosh 5 minuta. Po dash ta shpjegoj ti që duhet të dëgjosh. Dialog, nuk është monolog, është dialog. O gocu, o çun, unë duhet ta mbaroj ato që kam për thënë dhe nuk ma vë ti minutazhin. Po jo, se nuk duhet ta mbarosh kur thot dikush diçka tjetër, mund të mos ta mbarosh. Më thuaj ke 30 sekonda kohë, do e kaloj pak të kohë. Armana, kaloj pak të dëgjuam se je duke bërë gaf pra. E dëgjuam Kostana dhe tani pse flet ti kur të
Prit, ta mbaroj, unë dhe Kur pastaj dalësh do e fol. shofësh kush bën gafa, po... Atere. Jo, e shofun shumë mirë kush bën gafa. Po nuk e shef dot, se po shef vetëm atë vullnetati që flet pa pushim, edhe nuk po dëgjon. Po dëgjon, pra dëgjoj herë. Po dëgjon, daloj herë, dhe pastaj dëgjoj. O Kostana, shiko, zemër, je njeriu i parë që je shfik mikrofonin ferm. Kalosh mirë. Më bëhet shumë qefi. Urime. Do me thonë jam përplasur me ty. Kjo është gjë shumë e mirë të fiket mikrofonin ferm. Faleminderit që ma the. Do me të ka pesh fjala ime. Kupto diçka nga kjo. Jo, kuptoj normal, kuptoj gjitha. Kostana, për të sqaruar, nuk do t'i fiket mikrofoni as kujt për shkak se nuk dëshirojmë të dëgjojmë mendimin tuaj. Fiket mikrofoni kur nuk respektohet radha e... Shiko, mos më jepni fjalën dhe pastaj më ndërprisni fjalën. Më lini të mbaroj dhe pastaj... Kostana, ti punon në televizion. Televizioni ka kohë televizive që quhet. Po më thoni sa ka minutazhe. Ti e di shumë mirë se sa është minutazhe, se nuk është e për e parë fermë. Se unë hera parë që fola. Kjo është hera parë që fola sot për gjithë natën pasi. Sa është një fjali për Sarën. Kemi 10 minuta që po flasim. Sa kohë do ti dhe sa kohë Ermali. A ka mundësi tani të flasim pak Angeli? Ti fole shumë bukur aq sa fole. Faleminderit. Fole 2 minuta dhe aq. Pas 2 minutave kemi 8 minuta që merremi pse fole sa Po, atyre, mos të merrni me mua, më lini të mbaroj dhe unë pushoj. Angel. Unë e kisha me Visin. Doja të kthejmë të Po, Visi. te Visi. Visi, faleminderit, vlla, se kërkova më shumë nga ty Prime-in e kaluar dhe mora më shumë nga ty. Shumë faleminderit. Realisht, unë e vlerësoj shumë opinionin tënd. Nuk është që ti për shumë smerresh fare me llafe, po mënyra se si ti bën bisedat janë vërtet pa i ofenduar askënd, pa i vënë gishtin. Megjithatë, unë e vlerësoj dhe e pëlqej opinionin tënd. Dhe prandaj dhe Prime-in e kaluar, jo për të thënë pres më shumë nga ty që të nxjerr ty nga vetja. Ja, e kuptova. Unë mendoj që ti je shumë i saktë në analizën e komplet situatave brenda, prandaj pse jo, një person që është kaq i saktë, kaq i pjekur, kaq pozitiv dhe kaq punëtor, të mos ja dëgjoj unë më shumë opinionin dhe fjalën. Kaq, kjo ishte dëshira ime. Sepse kjo që ka Angeli është e njëjta gjë dhe për mua, do me thënë, se foli zëdhënësja për shtype, jo, tja po nuk po flasim do të me njëri tjetrin, unë doja të thoja që ti ke shumë gjëra, ke humorin, karakterin, korrektesën në punë, në gjithë shka që ti bën aty brenda, dhe kur ne të pyesim është sepse neve të shohim edhe ty si përgjegjës për disa gjëra aty brenda, për cilat neve, pavarësisht se i perceptojmë si të jashtëm, kemi nevojën që të dëgjojmë opinionin tënd nga brenda. Dhe arsyeja pse të tham që presim që të flasësh më shumë, është sepse ne të vlerësojmë. Albana, desha them 2 fjalë. Unë u bë mbi 50 ditë që jam këtu, se na i numrojnë shokët ditët, me thonë drejtën se s'do ta dija sa ditë kam. Dhe më ka bërë shumë përshtypje, më bëri shumë përshtypje fjala e Arbanës kur i tha mjeshtër, se është vërtet mjeshtër. Unë disa herë jam diskutuar për gjëra të ndryshme këtu, dhe sa herë që ka ardhur puna tek Visi, ai ka diskutuar edhe meje në një mënyrë të tillë që deri në fund kam kujtuar që është me mua, dhe pastaj ka bërë një shift fare të vogël dhe ka qenë gjithmonë me grupin ose me ato mendimin që ndryshe quhet konvencional. Këto ditë kam bërë disa herë humore me Visin, sepse një shok këtu nuk është thjesht një person na pëlqen as na pëlqen, është një mundësi transpirimi për të dalë, për të bërë diçka, Dhe kam bërë disa biseda shumë të bukura me personazhin që ai ka, personi i bregut të lumit, që kanë qenë të jashtëzakonshme. Në një nga këto, ndoshta sot ose dje, pash që u boshatis gjithë tavolina ku ishin që po na ndiqnin, u boshatis me njerë dhe mbeti vetëm dhe i thash, Visi në momentit që po bënim një gjë kaq të bukur, mbete vetëm. Dhe dua t'i them që vërejtja që i bëni që ai mund t'japi më shumë, është absolute që ai mund t'japi më shumë, që s'duhet ta kursej veten për të dhënë më shumë dhe pastaj të futet ke lëvizhga konvencionale kur vinë në probleme delikate për të qenë me shumicën. Jo, po stuja Kostanës. Po Kostana 3 ditë ka se e fillimu edhe unë ato jo opinion kisha, sa ka një aftë. U intimidua Kostana. Jo, një aftë ka Kostana. Por ajo që më bëri përshtypje është që hikën, pikërisht kur ky po shkëlqen të hikën, gjithë nga tavolina. Ne kemi si shoqëri zakon të intimidojmë këdo. Atëherë, do shkëputemi një moment nga diskutimet e debatet.